Në ditën e sotme, grupi parlamentar I Partisë Socialiste u mlodh dhe sigurisht aty mbajti një fjalim të gjatë për 1 orë e 45 minuta kryetari I Partisë Socialiste dhe kryeministri I Shqipërisë Edi Rama. Në të vërtetë, ajo që sigurisht unë isha I bindur që do thoshte, kishte 2 linja veprimi. E para ishte të tregonte që një pjesë e SPAK-ut ose prokuror aty në garë me njëri tjetrin e kanë vu qeverisjen në shënjestër dhe po ndajnë flet thirrjet si bileta teatri dhe kinemaja dhe po bëjnë garë me njëri tjetrin për të vazhduar kryesimin e SPAK-ut duke u larguar nga sigurisht nga ligjet dhe detyrat e tyre dhe duke u futur në një pjesë të cilën ai nuk e quajti politike, sigurisht as e quajti opozitare, siç e quaj unë, që të futen politik, por e quajti një, si më thënë, një sjellje e cila lë për të dëshiruar pastaj edhe për të kuptuar që reforma në drejtësi do punë që të shkojnë deri aty ku duhet. Bi fjala përmendi faktin që në mënyrë të pamëshirshme datën e fundit të vitit me ditën e vitit të ri, si më thënë, ditën e fundit të vitit bëjnë 40 kontrolle njerëzve në nivel të vogël, e kupton, duke kontrolluar në shtëpi nëpër zyra gjithkund, duke u futur terror edhe natën e vitit të ri. Është bërë kjo punë thot një lloj sjellje, domethënë e padurueshme plus edhe prezumimin e pafajësisë të cilën e përdorin në mënyrë katastrofike, keq. Dhe natyrisht kritika ishin të shumta, unë nuk duhet I numëroj këtu sepse sigurisht unë jam edhe më kritik. Por tha I gjë interesante. Kjo gjë interesante kishte të bënte me ata njerëz që I kishin mbledhur, I kishin thënë shiko se është faji jot. 3-4 burra nuk ishin gra, kështu përmendi Rama, dhe mezi e kapin mediat në fillim të punë. Kjo në fakt ishte esenca, thelbi. Shiko se e ke fajin vetë, domethënë ndonjëri aty kishte guxuar thotë edhe këtë që e them unë, po e pson si Hashimtaçi, po çon një gjë vetë, që ajo do të sulmojnë Partinë Socialiste, majorancën, ty. Dhe Rama je përgjigje. Jam bërë më I dobët si njeri thot, por unë vazhdoj të kem mendimin që SPAK-u duhet ruajtur. Reforma e drejtësisë është e jona e Partisë Socialiste, nuk është bërë kurrë, se askërkush nuk do ta bënte, sidomos ai që ishte para ars, nuk do ta bënte kurrë sepse ai nuk do që të preket në këtë lloj drejtimi. Dhe sigurisht që në këtë drejtim, si më thënë, në këtë lloj drejtimi është një e jashtëzakonshme që të pranoj kritikën aty për të treguar edhe më I dobët, por I vendosur që reforma e drejtësisë është vepër e Partisë Socialiste, është një arritje e madhe, është mrekullia që ka bërë, arritja më e madhe, investimi më I madh që ka bërë Partia Socialiste dhe ky nuk do të riqet. Pavarësisht se SPAK-u po gjuan edhe po trajton Partinë Socialiste si shënjestër, me të do që të mburret, por nuk mund fjalët ishin tilla. Megjithse jam I dobët dhe pranoj shumë kritikat tuaja, I vlerësoj shumë edhe të atyre, por ata që në fillim ishin, thot Rama, jo skeptik, po ishin të dashur për reformën, dhe tash janë skeptik, të mendojnë mos kanë bërë gabim, apo kanë qenë në të drejtën e tyre, ishin gabim, o ishin në të mirën e tyre, dhe pse janë penduar tani. Unë I mirë kuptoj të gjithë, bile mirë kuptoj edhe ata që kanë qenë kundra, por ne nuk do të riqemi, sepse kjo është arritja jonë, nuk ka pasur kurrë reformë drejtësi që nga 1912 dhe e dinim shumë mirë, unë SPAK-u dhe kam ditë, thotë që reforma në drejtësi do ta prejkë edhe ne, do të na shpeshherë edhe pa drejtësisht. Dhe sigurisht ai dha shumë raste dhe shumë shembuj të tillë, sidomos futjen mbajtjen nëpër burg pa akuzë. Nuk është vetëm Erion Velie, po edhe disa tjerë, ose elementet e linçimit ose nxjerrjen në publik nga ana e SPAK-ut të elementëve të cilët as kanë të vërtetën brenda dhe janë kontradikt të thellë me prezumimin e pafajësisë dhe njëkohësisht kërkesën për
dorëheqje morale të cilat do të vinë, thotë, po do të vinë masi të jenë kaluar disa kohë të qarta. Do të ndajmë, thotë, ekzekutivin, do të mbrojmë secilin sistem, do të ruajmë spakun, nuk do ta godasim kurrë, ai do mbrohet gjithmonë, drejtësinë, të gjithë institucionet e drejtësisë, po secili do të jetë në detyrën e vet. Edhe këto më duk sikur nuk i tha thjesht për ta dëgjuar ndërkombëtarët dhe populli, po se kështu e mendon. E mendon megjithse e di që ka kosto, dhe megjithse e di qartë që kjo kosto do të vinte ke Partia Socialiste dhe sidomos në jetë gjatësinë e saj. Foli dy fjalë për po themi për opozitën që tha është një plak i rrjedhur që e drejton e merr në qafë, por këto pastaj është diskurs i cili çfarë rëndësie ka. Ndërkohë që ai flite dhe folje dhe u bë e qartë. Sidomos si në mbrojtje, si në sulm që u bëri një farë mënyrë e disa prokurorëve, të cilët normalisht i vurin garë, se gara sipas Ramës ishte që kush çon flet thirrje ke Partia Socialiste dhe ke qeveria, kishte garë midis tyre, e kupton? Në këtë pikë është mos e qartë, e cila si formë, kupton, si një element i tillë që i përcaktues, i cili normalisht e bën edhe Partinë Socialiste, po e bën edhe majorancën të ndjeshme, por vendoshmëria është që të vazhdohet deri në fund me reformën dhe pavarësisht dëmeve kolaterale që mund të ketë, edhe elementet do të vazhdojnë edhe do të ndiqen. Vendimin për Ballukën që nuk ishte aty, Ballukja nuk ishte aty, vendimin për Ballukën tha që do ta marrë në konsideratë mas se të nxjerrë raportin Këshilli i Mandateve, pjesa socialiste, sepse pjesa demokrate dihet në burg këto ata. Putin gjithë, mundësisht nga i pari i Partisë Socialiste, gjithë tjerëve. Në këtë mes, pastaj u la që të bisedojnë pa kamera, pa gjëra. Në përgjithësi unë e vlerësoj si fjalim, sepse munduhet që të jetë i sinqert. Në këtë pikë është e qartë ajo që ato do vazhdojnë pastaj me atë nenin e procedurës, të cilën nuk kanë për të lejuar më që spaku të pezullojë ministra, ku diun, deputete, element tillë të rëndësishëm, do të rinë në qoshin e tij aty ku deri aty ku ka kompetenca, jo më tepër se sa kaq, se përndryshe e bën pamundur. Me garën që kanë prokurorët tu për të dënuar njerëz edhe për të nxjerrë veten duke dënuar njerëz dhe duke i lënë burg, duke harruar tretur çicin pa dhënë dënime dhe pa bërë akuzë, kjo është përse duhet frenuar në këtë drejtim, por jo të pengohet të sabotohet. Mund të jenë 1-2, po pjesa tjetër pastaj është që do që të veprojnë në bazë të ligjeve dhe në bazë të një kodi i cili ka dhe moralin brenda, por sidomos prezumimin e pafajësisë. Prezumimi i pafajësisë është i domosdoshëm. Edhe njëkohësisht jo linqimin, hedhin në publik të disa elemente aty që mund mos jenë fare të vërtet, dhe pastaj publiku bën linqimin e elementeve nga më të ndryshëm jo vetëm te partia, qeveria, po kush do t'i dali përpara, kjo do të ishte tmerr. Në anën tjetër, ajo që mund të them është se raporterët aty në Parlamentin Evropian, sidomos këta që ishin fund tash, kishin thënë që normalisht që Partia Demokratike i ka vendin aty të nuk e pengon kërkush në parlament që të thotë gjërat e saj dhe të vazhdojë gjërat e saj. Protestat e dhunshme që partia nuk janë pjesë e mirëpritur nga ne, s'kan përqen kur asnjëherë. Këtu ja kanë prerë fare Sali Berishës dhe ai u ndjej keq bile edhe me dërgatën e fundit që ishin të partive të tija popullore. Ja pren shkurt që këto molotovët dhe këto zjarret e këto Berisha nuk merr vesh, ka për t'i bërë gjithmonë, sepse ai e do shtetin gjak, e don luftë civile, e don në të gjitha mënyrat, e don përfaqe të zezë, e don në mënyrë katastrofike përfaqe të zezë, por problemi është që ajo që quhet për shembull pjesë monitoruese e Parlamentit Evropian ja ka prerë shkurt. Njëkohësisht edhe për marrëvajtjen, drejtësinë do të mos e prekni, spaku do të vazhdojë punën e vet, korrupsionin luftojeni, por ama dhunë edhe destabilizimin e nuk do të tolerojmë. Dhe ky është edhe momenti më i mirë edhe më i mundshëm, i cili sigurisht bën që të kuptojë diçka.
E djeshmja për mua ka qenë shumë simbolike. Berisha kishte humbur shpresën nga ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët janë me Ramën. Domethënë e nxorri këtë e bëri, domethënë nuk do ta toleronte kërkush të destabilizonte vendin. Dhe njëkohësisht ato mrekullitë e tij që ky është narkoshteti, ky është e kuptohet narkoshtetin po e shef se cili është në Meksik. Një narkoshtet dihet se sillet dhe se çfarë ndodh, ke narkoshtetit i ngjan ky gjuan njëkohë si narkosit në Meksik, bën edhe Sali Berisha në Shqipëri. Narkosit në Meksik djegin makina, djegin ndërtesa, djegin supermarkete, djegin zyra dhe institucionet. Në Shqipëri djeg Partia Demokratike me Sali Berishën. Pra, Sali Berisha sillet si narkos në Meksik. As kërkush tjetër, nuk sillet kërkush në Evropë. Pra, narkosit realisht ky akuzon për narkoshtet Edi Ramën, e në të vërtetë sillet si narkos në Meksik. Ata djegin edhe ky djeg. Ata vënë flak edhe ky. Po t'i lesh këta me armë kanë dalë. Partia Demokratike ka pasur armë në 4 shtator 1998. Është e njëjta sjellje, domethënë mentalitetin e narkosit e ka ky dhe akuzon ata që janë në pushtet. Në përmbledhje duhet thënë që shikon. Qeveria duhet me majt përgjegjësi dhe Edi Rama duhet majt përgjegjësi. Ai e shpreu se ti i than grupin parlamentar që ti duhet ta mbash këtë përgjegjësi, sidomos me atë çfarë ndodh për Spakut. Por nuk është çështja këtu ke përgjegjësia. Përgjegjësia është sistemi. Si funksionon, kush emërohet, pse lejohen të shkojnë deri në këtë pikë. Sepse sigurisht mund të ketë edhe egzagerime edhe manipulime të Spakut, por sigurisht që ka edhe korrupsion, degenerim, degradim të jashtëzakonshëm të karrikeve të pushtetit. Dhe kjo është mos e qartë. Dhe këtë e di edhe Rama. Sigurisht që nuk duhet rënë qaf atyre që kanë atë karrike dhe prezumimi i pafajësisë duhet të ekzistojë, nuk mund t'i linços. Spaku ka filluar linçimet, edhe kjo është gjëja më e keqe, ka filluar përpunimin politik, hedhin në publik për linçim, dhe kjo është jashtëzakonisht gjë e keqe. Por në anën tjetër, edhe të korruptuarit aty janë për të ndëshkuar dhe janë për të shkuar përpara drejtësisë. Në këtë drejtim nuk duhet dyshuar asnjëherë që duhet vepruar. Dhe ky është edhe momenti i cili duhet na bëjë të gjithëve bashkëdhëtar të drejtësisë, pa ditur nëse është në opozitë apo është në të korruptuarit janë të korruptuar, zakonisht janë në pushtet. Pushteti me të korruptuarit është një pushtet i keq. Dhe drejtësia këtë detyrë ka. Egzagerimi i saj pastaj që nuk shef të drejtat që kanë zyrtarët, njerëzit në përgjithësi, dhe sidomos shumë hallëxhi që kanë të paprekura, letrat e tyre për të zgjidhur është gjë tjetër. Në fund desha të bisedoja për atë resortin e Xhener Dyshit, cilët kishin nxjerrë një hartë, kishin thonë ne s'kemi punë fare. Ato protesta bëhen jashtë çdo lloji veprimi që kemi. Ne kemi të gjitha të drejtat e asaj zone dhe ajo zonë nuk përkon me ato çfarë kërkojnë ata zotrit që protestojnë. Na kanë kërcënuar punëtorët, më kanë lënë me punu dhe kjo është një gjë e keqe sepse ne kemi të drejtën për të mbrojtur ato punëtorë, por ka një gjë, ne kemi zonë tjetër, ata janë në zonë tjetër, s'kemi lidhje fare me to, nuk na bashkon asgjë. Dhe po pengojnë qëllimisht. Sigurisht jemi në mbrojtje edhe të punojësve tonë edhe të policisë, por po bëhet një protestë e cila nuk ka lidhje me ne. Dhe sigurisht aty kuptohet qartë në disa raste që me të vërtetë nuk ka lidhje me to. Drejtësia duhet të zgjidhë të gjitha, gjyqjet janë, letrat janë, mund të shikohet, protesta mund bëhen nga shumë kush atje, që thotë ku kam pronë, gjithë dalin me pronë atje, por praktikisht letrat e drejtësisë, po pastaj fillon edhe një herë tjetër, drejtësia ashtu, drejtësia ashtu, drejtësia këtej, drejtësia këtej, mi ka çaleca mbi mi fadroma, mi elementet që bën, i ka demokracia këto, gjithkush thotë shtoka ime, deket mu për shembull, shkoj tash në breg Tiranës ose liçen aty shtoka ime, këto ka ime, unë mund të kem drejt se jam edhe qytetar, me mi emër këtu 400-500 vjet, ata mund mos jenë kërkuar, por kështu është demokracia e njeh këtë punë. E di atë historinë, patjetër të erdhi pronari i tokës, kur kishin ndërtuar buz liçenit, pa leje,
dikur fryet liqeni e futu ujnë mrem, nusja i thot vjerit, bab thot, na ka hy uj, jo të keqen baba, thot nuk ka hy uj, po ka hy pronari tokës. Kështu është edhe puna në përgjithësi. Shef drejtësia të gjithë. Çfarë ka dhënë, te ka dhënë, është në bas ligjit, pastaj është ligji mirë apo është ligji keq? Ky është problem ke ligji edhe ke shumica. Por nuk është problem për ato që po bëjnë investime, as për ato që kanë tokën. Dhe sidomos nuk është problem fare për ata që s'kan pas kur tokë. Dhe sidomos nuk është problem për ato që nuk kanë tokën aty. Dakor? Kështu funksionon puna në demokraci. Nuk merret me forcë asgjë. Dakor, miqtë e mi?